Aulona Musta, gazetarja dhe moderatorja e njohur, e ftuar në një studio televizive, zhvilloi një nga bisedat më personale të viteve të fundit. Me sinqeritetin që e karakterizon, ajo foli për lumturinë, mënyrën si ka ndërtuar jetën e saj, raportin me komentet në rrjetet sociale, frikën që përjetoi kur dyshoi për një problem serioz shëndetësor, karrierën në media, martesën dhe vajzën e saj. Ajo tregon se nuk preket nga fyerjet dhe madje ishe ato me humor. Unë fitoj para edhe nga sharsi, thot Aulona, ndërsa sfidon kritikët që ta përballin edhe ball për ball. Moderatorja rrëfen edhe një nga momentet më të vështira të jetës së saj, ku disa analiza ngritën dyshime për një tumor. Ajo tregon emocionet, frikën dhe periudhën e gjatë të vizitave e kontrollave deri në marrjen e përgjigjes përfundimtare. Nuk munguan as kujtimet nga fillimet e saj në media. Aulona rikthehet me eksperjenca në kafazin e art, te gazeta Paloma dhe rruga që ndoshi për të ndërtuar një karrierë të pavarur. E pyetur nëse do të hynte ndonjëherë në politikë, Aulona përgjigjet me ironi se atë fushë ua ka lënë influencerëve, ndërsa vetë do të vazhdojë të bëjë punën që ka zgjedhur prej vitesh. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.